Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbulohen prapaskenat, ja çfarë pritet të ndodh në finalen e madhe të Bigut. Finalja e madhe do të mbahet më 19 prill dhe këtë herë pritet të vijë me disa ndryshime. Ndryshe nga vitet e tjera, nata finale nuk do të zhvillohet në një studio të vetme, por në 2 studio paralele. Njëri si nga produksioni që synon të sjellë një dinamik të re në përmbylljen e këtij sezoni. Përveç përzjedhjes së fituesit dhe momentit të shpalljes, mbrëmja do të përfshijë dhe performanca muzikore nga ish banor, si dhe të ftuar special. Të gjitha këto do të ndodhin në një nga studiot e cila do të jetë e hapur dhe për publikun që dëshiron të ndjek finalen nga afër, përmes biletave që tashmë janë në shitje. Gjysmë finale është planifikuar të mbahet disa ditë para finales dhe do të përcaktojë emrat e konkurrentëve që do të shkojnë në natën e fundit të spektaklit. Çmimi i madh mbetet i njëjtë si çdo vit, 100.000 euro për fituesin e këtij edicioni.